Mirë, jemi sërish në studio drejt për së drejti ku do të ndalemi tashmë në temën e radhës për diskutim dhe do të ndalemi tek një ekspozit mjaft e veçantë. Kemi mësuar të shohim edhe të promovojmë në studion tonë ekspozita pikture, instalacione arti, por asnjëherë më parë një ekspozit e cila i dedikohet le themi artit më të bukur në botë siç është tatuazhi. Janë bërë bashkë 6 artistë të cilët kanë mbledhur besoj punimet e tyre më të mira për t'i paraqitur kështu pranë publikut për disa ditë rreshtë. Se si i ka shkuar kjo ide në mendje dhe se si ka ardhur le të themi kjo ekspozitë, ne kemi kënaqësi ditën e sotme të kemi në studio një prej organizatorëve të kësaj ekspozite, por dhe artistëve të cilët kanë marrë pjesë me punimet e tij, më të mirin që është në Tiranë, tattoo artist Melson Isaku. Mirëmëngjes Melson, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi të kemi. Gjithashtu dhe për mua, faleminderit për ftesën. Ishte një ekspozitë që të paktën kur e lexuam na u duk shumë e veçantë. Nuk kemi parë një të tillë. Si lindi si ide, na trego pak. Fatikisht me grupin që punojmë, kishim ndërmend një artist tjetër që punojmë bashkë, ka bërë dhe një ekspozitë, por ka qenë komplet kontekst tjetër. Dhe ideja ishte thjesht, duke lexuar, duke kërkuar, arritëm të zbulojmë që dhe veriu jon ka pas tatuazhe tradicionale shqiptare. Dhe mendum të japim një zë të veçantë. Sidomos Edi Durami ka shkruajtur mbi këto figura, simbole, dhe mendum pse mos e sjellim artin viziv dhe atë të tatuazhit. Dhe i bashkuam bashkë në një ekspozitë që ishte pak më ndryshe nga ekspozitat që janë interesante. Për çfarë vitesh bëhet fjalë Melson? Domethënë kur ka filluar të jetë prezent tatuazhi në Shqipëri, paktën në veri si kundër? Normalisht mbas atyre që kemi shkruar datojnë që nga kohët ilire dhe më mbrapa që e vazhdojnë si kulturë. A ka dokumenta, pra nisur edhe nga ekspozita që keni bërë, ka dokumenta real? Patjetër, patjetër. Një nga ato është edhe siç u thash Edi Durami që ka shkruar mbi këto simbole, kuptohet edhe për kulturën shqiptare në përgjithësi, por veçanërisht ka shkruar edhe për këto simbole që i mbashin gratë, po ashtu edhe djem moshat e vegjël. Ekspozita, me thënë drejtën, na lumturoi dhe emri u quante Lule Boy, sepse Lule Boy ishte termi tatuazhe ato vite, po them. Quhej Lule Boy në ato vite? Po, prandaj dhe ekspozita kishte këtë emër, biles kur e zbulum, kot nuk thënë, sa tjetosh do mësosh dhe eksplorosh. Duke lexuar mbi këto rjeshta, zbulojmë që se normalisht fjala tatuazh është tatu është angleze dhe nuk është se na, po fjala shqip e përcakton më së miri fjalën tatuazh. Dhe kjo ishte iniciativa dhe shtysa me grupin, siç u thash, të provonim një gjë të re. Përveç ekspozitës, mos ishte vetëm kontekst tatuazhi, ishte edhe kontekst historik dhe art viziv me punët që neve përpiqemi ose krijojmë gjatë vitit, po themi duke e gëshetuar dhe me punën dhe me... Si arritet në fakt që ta ndërthurni, sepse ju përtej se jeni tatuator, pra lule boist, nëse i referohemi fjalës shqip, jeni dhe artist, jeni piktor, dhe sigurisht që punën tuaj si piktor e ktheni në art, duke bërë pastaj dhe duke shkruar trupin. Megjithatë, si arritet të ndërthurni ju këto punime? Arritet të merrni punimet tuaja më të mira, punimet më të veçanta? Sepse tatuazhi në fundin mbetet diçka shumë personale për gjithë ata që e bëjnë dhe sigurisht që ka merr kuptim tjetër kur e çon këtë në një tjetër nivel siç është ekspozita. Po, kjo ishte ideja që me tatuazhin normalisht klasik, po themi, që neve bëjmë edhe për ditë, nuk është se tashmë të paktën flas edhe për vete, nuk është se neve shkojmë studio dhe bëjmë një tatuazh, sepse aty ka të bëjë me emocionet, me kujtimet. Kur është njeriu në mes, është gjëja më e veçantë dhe përpiqesh çdo ditë të jesh produktiv, ti falësh atë që ai dëshiron, që ka brenda vetes dhe do ta shprehë me shenja në trup, po themi. Pastaj arti viziv ishte më tepër pjesa që neve kemi ose dëshirojmë të bëjmë në kur jemi, po themi, në atë qetësinë tonë, ose mos kemi as klientin, dhe prandaj ishte qëllimi që të sillim edhe disa nga punimet tonë, në këtë rast sollëm goxha vizatime, siç janë stilet ndryshme, që përfaqësojnë edhe disi rryma të ndryshme, tatuazhin, po themi, tani... Pra, ka është ai old school-i, ka... Po, kryesisht kishim të stilin Chicano, pastaj realiste me figura patriotike,
që i ndërthurëm, që çunat kam bërë, ca vizatimet mia që i kisha bërë ndër vite, dhe si thash, u përpoqëm që ta prezantonim me këtë. Dhe e bukur ishte që ditën e dytë, që është e vërteta, kemi pas edhe shumë njerëz që janë afruar, sepse ne bëm ke Galeria Arte, dhe duhet ta falenderoj për gjithë mbështetjen. Bëm ekzekutim live tër ditën dhe bile s'ka lunë dhe catuj, ne kishim dhe simboli i lire që u përpoqëm ti gëshetonim, i tregonim pak a shumë kuptimin, çfarë do të thotë, dhe shkoj shumë mirë. Interesant është fakti sepse gjithmonë më shumë tatuazhi tashmë është kthyer në modë, nuk ka le të themi një njerëz që nuk e ka le të themi të shënuar në trupin e tij një diçka simbolike që merr vlerë për atë. Dhe sigurisht që sa më shumë i përhapur ti jetë, aq më shumë le të themi impakt ka pasur edhe ekspozita juaj. Besoj ka pasur vizitueshmëri, të gjithë ata që kanë qenë dashamirës të tatus, por edhe të punimeve tuaja si artist. Po, gjej rastin që t'i falenderoj, artist, koleg, bashkëpunëtor, vizitor, që i dhanë kuptim kësa ngjarje, sepse ishte e rëndësishme për neve, se kjo nuk bëhet vetëm. Normalisht do mbështetje në një mikut që të vitë shofi, se fund ditës neve jemi përpjek të sjellim disa ndjenja të brendshme, po themi, siç mund të jetë një manifestim, një mesazh për të treguar një revolt, ndoshta të momentit. Dhe patëm mbështetje goxha të madhe të njerëzve dhe siç u thash, kur bëhen kështu lloj eventesh, ti e di mirë që njerëzit afrohen, kanë kuriozitet dhe përpiqen të kuptojnë më thellë, sepse tashmë si shteti paktën unë nuk është se tatuazhin e kam parë gjithmonë si modë. Është tendencë, mund të futet ke tendencat, por gjithmonë mbetet si një rrënjë e thellë ndjenjës, po themi, ose asaj që do të shprehësh. Dhe meqense e hape pak si temë për të rikthyer më pas sërish tek ekspozita, si janë tendencat e këtij viti apo të kësaj vere, sa i përket tatuazheve, nisur edhe nga punimet që ti bën në studion tënde? Tendencat, unë normalisht merrem kryesisht me stilin japonez, realist, bardezi. Dhe respektoj çdo stil tjetër ku më vinë, ma kërkojnë, përpiqem që të hyj në brendësi, të kem kontakt me klientin në mendim. Dhe që është e vërteta, është pak kaotike, sepse mund të preferojnë shumë stile. Një nga ato stilet janë kryesisht ngel shkrimi, po themi klasik. Vetëm thjesht ne kemi çuar në një drejtim çik më të madh, ta egzagjerojmë pak, të marrë një formë, kaligrafi. Dhe meqense jemi të kjo pikë, si ka ndryshuar, evoluar, le themi, arti i tatus në vendin tonë? Realisht, ka qenë pak i ngurtë fillimisht, por jam i lumtur sepse këto po quaj 5 vjet e fundit, ose edhe 7-8 vjet e fundit, njerëzit janë afruar shumë dhe janë më të lirë. Po të shohim dhe rrugës kur kalojmë, tashmë edhe i gocë mund ta shohim me ekran të bërë tatuazh. Nuk është më ajo paragjykimi, po them, ose siç ishte dikur që janë bërë më të pranueshëm nga shoqëria. Janë bërë shumë më të pranueshëm. Nuk janë të paragjykuar individ të cilët kanë, le të themi, një tatuazh të dukshëm, pra nuk është më ai simboli i të qenit patjetër një lloj gangsteri, nisur dhe nga kinemaja dhe nga ato çka na ka serviruar Hollywoodi si stereotipa, le të themi, të njerëzve problematik me motor, pa diskutim dhe me tatuazh në krah, tashmë mund ta ketë kushdo pa u paragjykuar. Fatikeqësisht tatuazhi është i bukur dhe për këtë, sepse në Shqipëri në vitet 90 tatuazh nuk bëshin shumë veta. Ishin format, po themi, muzika punk, rock, metal që fillun duke i dhënë zë tatuazhin në Shqipëri, hip-hopi, grafitit, sa filloi duke pra është edhe stili jetesës që ti përfaqëson që të bën. Bravo, kështu lind tatuazhi të paktën edhe në Shqipëri. Dhe mua më pëlqen kjo fakt sepse unë nuk është se e kam prek, se kam qenë i vogël, por deri në vitet 2000 ka qenë si një lloj tranzicioni, por ka pas një kulturë në vetvete, edhe stilet, edhe përzgjedhja, sepse edhe interneti na e bën një çik më të vështirë tashmë. Që do të thotë janë shumë figura, kanë shku nivele
po themi AI-e. Kurse atëherë ne u përpiqim me figurat që kishim jo bazike në aspektin përkeq, por bazike që i kishin ndërtuar, vjen nga një vizatim. Kurse tashmë ka ndryshuar, është AI-a, është po themi Photoshopi. Ka kaluar në tjetër nivele. Ka kaluar në tjetër dimension, që për ne është mirë. Fantazosh, mund ta kesh në krahun tënd. Ti e fantazon, e shkruan me fjalë dhe ta krijon, mbase nuk pëlqen, e rikrijon. Kurse atëherë duhet tulçe me letër kalk, laps, të krijoje ose tyshe në mendimin e tjetër. Më pas, normalisht, mas 2000-shit, edhe pak pëtutje, u rrit kërkesa, u rrit klientela dhe u rritën dhe normalisht u shtun dhe artistët. Që kjo bëri... Që të zhvillohet si art. Që të zhvillohet. Kuptohet me kujdes, sepse normalisht kjo nuk është një punë që mund ta bëj çdo kush nëse nuk bën një kurs të përkatës, ose që sepse kemi të bëjmë gjithmonë me higjenë. Kjo është pjesa më e rëndësishme që unë kam folë edhe do ta flas gjithmonë. Sepse çdo gjë duhet. Shëndeti është i rëndësishëm, nuk është si ato vite që me gjilpon prodhoshin shumë të dorë. A ke kapur Melcona të brezin e makinave të bëra kështu në mënyra rrethanore, pra ke qenë nga ata artistë që e ke nisur kështu? Po, e kam nis ashtu. Me elektromotor. Po, ajo është, biles janë kujtime të bukura, sepse janë momentet e para që ti fillon ta ushtrosh si profesion nga pasioni që ke. Patjetër. Edhe më pas, fal Zotit, arrita që ta bëj edhe si punë, të jem profesional në punën time, duke bërë seminare, duke mësuar, duke bërë trajnime, workshop. Po, patjetër. Ajo është pjesa më e rëndësishme. Dhe kush është sipërfaqja më e madhe në trup që ti, Melcon, mund të kesh, le të themi, marrë përsipër për të bërë një punim tillë dhe sa seanca mund të ketë zgjatur? Sepse pasionet janë të ndryshme, ka njerëz që duan një tatuazh të vogël, ka njerëz që duan sipërfaqe të mëdha. Tani me thënë drejtën e kena humbi çik fillin me shokun tim, Aureli, që po shkojmë pothuajse gjithë full body. Gjithë trupin? Po, gjithë trupin. Do të ndaloj deri këtu i era, nuk do bëj fytyrë. Interesant. Edhe më mrapa të shohim. Ai është që kemi kaluar shumë orë bashk, shumë punë. Por është projekt shumë ambicioz, apo bësh gjithë trupin? Patjetër, shumë projekt i madh, sepse trupi ka dhe limitet e veta. Derisa mund të duroj lëkura? Ti mund të punosh 5 orë, 6 orë me qetësi që edhe teatrit mos ta lodhësh, sepse në fund ditës ka dhe një dhimbje të vazhdueshme. Patjetër. Tani, Melcon, nuk kam një pyetje në këndvështrimin tënd, le të themi si një tatu artist. Çfarë mendimi ke ti për shembull për njerëzit të cilët nuk kanë asnjë tatuazh në trupin e tyre? Çfarë do të sugjeroj? Për mua, unë i them mos bëj asgjë, jem rregull. Vazhdo jetën kështu. E morë përgjigjen Flori. Shiko, ajo është relative. Njerëzit për shumë e zemë që s'kan tatuazh, unë habitem sepse për shumë merë shoqja ose për ta dion një mikesh që vinë studio dhe rrin dhe duke hy në botën, po themi, e këtij lloji arti po e quajmë, në studio, mallëngjehet edhe fillon, mendon. Po sikur unë ta bëj një gjë. Kështu që janë disa situata që të lidhin edhe me bërjen e tatuazhit. Domethënë, nuk mund të çohesh i ditë kështu rasti. Paktën mendoj. Edhe kur mos thuaj kur, duhet diçka shumë e fortë që të të bindi edhe të shkosh të bësh një shenjë në trupin tënd, do thoja unë. Ajo është pjesa më. Dhe gojdhëna thonë që nëse ti bën sikur diçka të vogël, sikur një pikë. Aq është, sa të nit. Mbas disa vitesh ta shikosh vetëm të mbuluar. E kam freskët pra, para ca ditësh, këtë nusja një shoku ti. Një të vogël, sa e di veti. Aq ishte ideja. Tani ka pa i projekt tjetër, se thash, tatuazhi është i çuditshëm, edhe unë nga një herë për shembull zemë as unë se kuptoj vetë si reagojnë njerëzit dhe më pëlqen. Biles janë disa njerëz shumë të apasionuar që janë, them unë, po si ka mundësi edhe që për shembull vapa, e marr si shembull, po rri edhe e bëm dimër. Po. A mund se kam qef ta shikoj, ta mbaroj. Sidomos kur vjen stina e plazhit, cilët nuk janë sugjerueshëm, njerëzit atëherë duan t'i bëjnë sa më shumë. Po, e vërtetë është. Kjo është periudha më bum, po themi, që njerëzit kanë qef. Sepse dielli është armiku numër 1, le të themi, derisa ai të shërohet. Patjetër, dielli duhet shumë të bësh kujdes maksimalisht. Ujë i kripur, jo, s'ka një shqetësim, vetëm thjesht dielli. Se kuptohet, ai është një plagë sipërfaqësore që të shqetëson. E fundit pak nga ana ime, kjo ekspozit ka një synim për të vazhduar më gjerë, pra keni ju një lloj frymëzimi për ta vijuar dhe për të mos mbetur vetëm te kjo?
Po, se nuk e ceka që parë, faktikisht dita e tretë ishte një forum me artistë të Tiranës, do më thënë, të vendit, edhe më pëlqeu shumë, se ishte një lloj diskutimi midis nesh për problematikat, ose edhe pak filozofi, duke folë për artin, përgjithësi, për klienti, se klienti është produkti për që më thonjë za i fundit, dhe që se ne punojmë që ta kënaqim klientin gjithmonë. Por edhe klienti duhet na kënaqë neve duke na lënë, po themi, të lirë të shprehim atë që dua. Dhe qëllimi i kësaj është që neve shumë shpejt ta gëshetojmë dhe me një panajër, siç bëhen Tattoo Expot, sepse kishte galeri pa çka që ekspozit, pa çka që galeria na e dha mundësinë me vu 2 poltrona dhe me ekzekutu live tatuazhet aty. Kemi qejf që gjithmonë të jetë pjesa e galerisë, e ekspozitës, që artistët që marrin pjesë në ekspozit, duhet ta gëshetojmë në këtë formë, të sjellin punime gjatë vitit ose gjatë viteve që ato kanë krijuar. Gjithë krijimtarinë e tyre mund ta shpalosin ke kjo ekspozit, po themi, paralel do jetë dhe panajiri, që mund të jenë 15-20 artistë që ekzekutojnë në 3 ditë rresht me tatuazhe dhe mbase mund të krijojmë edhe një lloj çmimi ose një lloj trofeu për caktimin e. Këtë kemi menduar, domethënë vazhdimësia e kësaj që mos ta ndalojmë. Shumë interesante. Tani vërtet Brikena tha e fundit, por kam dhe unë një të fundit përpara se të shkëputemi, që mos kesh mundësi për shembull që kur unë të marr në telefon thuash jo po Flor dëgjoj se fluksi tani apo se turistët apo se s'kam orare. Kur do vi unë? Javës tjetër direkt? Javës tjetër. E ke thënë publikisht, nuk di gjë. Po, patjetër. Ja, dëshmitare, më shumë faleminderit shumë që ishte live në mëngjes. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi. Shumë për ne. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi pas pak.